Të dashur gazetar, patëm gati 9 muaj blokad dhe sot përfundimisht u vërtetua ajo që kemi thënë që nga dita e parë. Që Albin Kurti për mbon vendin peng sepse nuk i ka numrat për qeveri. Sot nuk ka më asnjë dyshim. 56 vota për Albin Kurtin dhe asnjë më shumë. Ky është fundi i një mashtrimi politik që vendi tonë këta muaj i ka kushtuar edhe me izolim, edhe me përçarje, edhe me humbje kohe. E kam thënë dhe po e përsëris prap, Albin Kurti nuk do t'jetë më kryeministri i Kosovës. Nuk do t'jetë më, as prej zgjedhjeve të shkurtit, as prej zgjedhjeve të ardhshme. Epoka e qeverisjes tij ka marrë fund dhe u dëshmua edhe në fjalimin e tij të gjatë, po pa substancë, që siç e thash edhe në foltorën e kuvendit, më shumë ishte një rekujem për qeverisjen e tij të kaluar. Fatkeqësisht, Kurti dhe partia e tij, përkundër që dolën të parët në zgjedhjet e fundit, ata nuk lanë vend as për bashkëpunim, as për dialog, as për kompromis. Fajtor ekskluziv për krizën politike, ekonomike, diplomatike, besoj që s'ka më asnjë dyshim e hezitim për ta thënë askush, është Albin Kurti dhe vetëvendosja. Andaj, sa më parë që të shkojmë në hap tutje, në krijimin e institucioneve të reja për t'i dhënë vendit kuvend funksional dhe qeveri legjitime, pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosjen, është mirë për vendin tonë. Ju e dini që nga data 10 shkurt, unë vërtet kam bërë përpjekje për t'i dhënë vendit në qeveri nga partitë e ish opozitës, por nuk ka rezultuar kjo përpjekje me sukses. Andaj, sot ju them përsëri, e kam deklaruar edhe kohëve të fundit, nëse na fton presidenti nesër, pyetja saj do të jetë a keni shumicë tre, unë do t'i përgjigjem me një herë që jo dhe nuk do të tentojmë për ta bërë një shumicë tre, sepse një gjë e tillë nuk është e mundshme. Tash është evident. Albin Kurti, jo se jo, është ditë, po sot do vërtetu që s'ka shumicë, po edhe ne partitë tjera duke filluar nga PDG-ja si partia e dytë nuk kemi shumicë, që fatkeqësisht i bie që duhet shkuhet në zgjedhjet parakohshme sa më parë. Padyshim se po. Pas zgjedhjeve të ardhshme, kur unë pres që do të ketë krejtësisht rezultat tjetër, dhe veçanërisht pas suksesit tonë në zgjedhjet lokale, e sidomos pas balotazhit, unë jam i bindur që ta qytetarët e kanë qartë. Shikoni, vota jonë sot nuk ka qenë vot kundër rreth 400.000 qytetarëve që e kanë votuar Albin Kurti. Ka qenë vot kundër thymjes besimit që ja ka bërë Albin Kurti aty në njerëzve. Sepse kur s'ka ndodhur në historinë e vendit tonë, e parlamentarizmit tonë, me i pas 48 deputet e mos me qenë gjendje me bërë qeverin. Kjo nuk flet për të tjerët, kjo flet për Albin Kurtin, për njeriun që shqiptarët e Kosovës ja kanë dhënë besimin me 48 deputet dhe arroganca, arbitrariteti i tij, mentaliteti për të nënshtruar, e jo për të bashkëpunuar me të tjerët, e ka sjellë në këtë situatë. Qytetarët jam i bindur që në zgjedhjet e ardhshme, jo vetëm do të reflektojnë, jo vetëm që do ta kenë një çështje tjetër, por do t'ja japin përgjigjen që e ka merituar pas shpërfilljes edhe thyrjes besimit që u ka bërë në ta gati 9 muaj tashmë. Ende si janë shpallë zgjedhjet. Shohim ato të shpallën kur do të shpallën, pastaj do të flasim përkundër faktit që ne edhe në zgjedhjet e kaluara kemi garuar vetëm si Partia Demokratike e Kosovës pa ndonjë koalicion formal me KD. E dyta, pyetja që besoj është mirë ta bëni, më falni për sugjerimin, është ta pyetni Dimal Bashën a e ka ditë që ja përmend emrin, sepse më u thon drejtën kur ja përmend emrin, ai u nxu dyqysh si mbefasi, filloi me pyet nduket Albulena Haxhiun, pse jo mos se di çka i tha se ishte pa klar, po ai s'jam i sigurt që e ka ditë që kam ju përmend emrin. Po ishte shpërfillja e rodhës ndaj kuvendit e Albin Kurtit. Qysh bre qet ti kryetarin e kuvendit, mi thonë hajde tash ti bënu ministër. Për çfarë arsye? A je peshmën? A ke bo gabim? A ke bo hajgare? Pse o Dimal Basha kryetari i kuvendit? Ju dini qysh ka ndodhur krejt ajo, unë kam marrë dhe shtu para juve kom bo apel, mos u gëtni 20 minuta pauzë, ta vetojmë një njeri që nuk ju vjen as juve marrë prej tina. E tashti duket se për ne me e dëshmun edhe me këtë veprim që ka qenë tallje dhe propozimi i tij. Po e përsëris
është mirë me pyet, a e ke ditë, se nuk jam i sigurt që e ka ditë prej reagimit që besoj keni pa dhe me kamerat mrapa. Një knej. Ju e dini dhe unë jam i bindën që Bedri Homza ka qenë kandidatin më i mirë në garën e kalume. Mendoj që rrethonat vetëm sa janë përkecu në kuptimin ekonomik dhe jam shumë i bindën që zoti Homza do duhet të ishte në krye kësaj qeverie edhe tash, po me qenë se sa rritëm shpresoj që të jetë në krye një qeverie të ardhshme, do ta diskutojmë më herë pas balotazhit, sepse tash fokusi, t'ju them drejt tani partive politike është që të fitojmë këto garat që na kanë mbetë për ta konfirmuar edhe fitoren tonë në zgjedhjet lokale, me qenë se po përsëris jam jashtëzakonisht i nderuar nga besimi i qytetarëve të Kosovës që Partisë Demokratike të Kosovës ja kanë dhënë numrin më të madh të votave për parti, si vot për asamblet komunale, kemi marrë rreth 187.526 vota, gjë që është rezultati më i mirë që kemi pas spaku për mbi 10 vitet e fundit. Kur do të shkojmë? Po jo, mos mbi lexo se unë besoj jam shumë i qartë te kjo pjesa, e thash kolegu kur më pyeti, ne s'muj me bo qeveri, Albin Kurti s'muj me bo qeveri, çka metët tu, me shkun zgjedhje. Unë ftoj Presidentin e Republikës Kosovës që të jetë në nivelin e detyrës së saj, duke i zbatuar prerogativat kushtetuese, të cilët kërkojnë që qysh nesër të na ftoj ose të na kontaktoj në mënyrë zyrtare për të pyetur se a ka dikush shumicë apo jo. Unë sot ju njoftoj që në momentin e parë që mund ta kam një kërkesë për takim ose një letër, brenda 24 orëve do t'ja kthej përgjigjen për t'i thënë që s'muj me bo këtë qeveri, nuk mundemi me humbë ma shumë kohë. Rreziku që i ka nosët vendit në muajin mars pa qeveri është i paparashikueshëm. Neve na duhet me pas kuvend funksional sa ma shpejt, qoftë edhe mas zgjedhjeve të ardhshme, që miratoni buxhet të ri për vitin 2026 dhe që e mundson funksionimin e shtetit dhe kthimin në normalitet, sepse këtu normalitet fatkeqësisht nuk ka. Ka kalu një vjet parafërsisht prej kur kuvendi Kosovës nuk funksionon. Është obligim ndaj qytetarëve që ta bëjmë gjë të tillë dhe tash po shihet që s'ka rrugë tjetër. Mu vjen keq, po rikthej një kërkesë dhe një propozim timin të muajit prill. Kam paralajmëruar se zoti Kurti ka me na ngre në këtë situatë për shkak papërgjegjësisë tij, edhe për shkak të çështjes arbitrare që ka edhe uzurpatuare tash pas konfirmimit nga Gjykata Supreme. Dhe kjo është arsyeja që kam kërkuar edhe këtu, edhe në takim me të, edhe publikisht, që të mbajmë zgjedhjet parakoshme. Kam propozuar edhe datë. Një herë ka qenë 15 ose 22 qershori. Kjo nuk ka ndodhur. Shumë më mirë kish me qenë që t'i kishim bajë zgjedhjet atëherë, se deri tash kishim pas zhbllokim, kishim pas edhe konstituim kuvend edhe qeveri të re. Sot nuk e kemi një gjë të tillë. Kemi nevojë etike për ta pas, dhe kjo është arsyeja që deshëm apo s'deshëm, është prerogativi kushtetues na dërgon tek zgjedhjet e parakoshme. Unë besoj që ajo i mbetet konstelacionit politik që do të dalë nga zgjedhjet e ardhshme, padyshim që do të jetë absolutisht e domosdoshme që të ketë jo vetëm një zgjidhje për qeverinë e ardhshme, por edhe për mënyrën se si zgjedhet presidenti, me qenë se mos zgjedhja e të njëjtit mundet me na dërgu në zgjedhje parakoshme po ashtu. Çdo të mirë, faleminderit.